kur e kemi fillu idenë me trajtu këtë çështje, nuk ka qenë për njëve fare e zashme të them me idenë nuk si problem shoqëror. Për arsye se korupcioni edhe ndikimi në jetën tonë natyrisht është parë gjithmonë ma shumë për dimensionit perceptimit qytetarëve, por edhe në bazën e vlerësimit shumë ka qenë nga organizatat të shoqërisë civile, por ka qenë e vështirë me e vendosë mbi cilën metodologji për hipotezë për ta vlerësojmë për fenomenin korruptiv. Dhe natyrisht ne kemi zgjedhë metodën e anketimit të intervistimit, si dy prej metodave që besa janë ma burimore, janë ma autentike, marrjen e qëndrimeve të cektimit qytetarëve. Rezultatet e anketës dhe intervistave dhe krejtë konsultimit që është kryer nga ka dalë aty ku kemi prit, në disa situata, ndoshta dikon ndryshon, gjë që na lën me kuptu sa rëndësishme është para se me dalë me qëndrime dhe pas vlerësimit të kësaj natyre. Por çka është më rëndësi është që bashkëpunimi me institucionet deri tek nxjerrja e rezultateve nga kjo anketë ka qenë tepër e mirë, që du me shpreh një falënderim të qartë të gjithë institucionet që kanë bashkëpunuar edhe kanë dhënë materiale të mjaftueshme për me mund të bëri me dalë deri te një vlerësim i tillë. Po mendoj që prek thelbësisht jo vetëm të drejtat e njerëzit, por sulmimin e ligjit, edhe barazinë para ligjit, edhe çdo aspekt që lidhet me jetën tonë përditshëm, e që përkthim drejtat njerëzit çalon deri te digniteti që është umbrella, pasi që është pjesa më përmbajtësore e krejtë asaj pse ekzistojnë ato drejta përshkruame në akte ndërkombëtare. Projekti ka fusha të ndryshme, gjithse janë 5 që janë të rëndësishme, por një është edhe çështja e drejtësisë dhe gjithçka që hyn në mbrëmjen e kësaj fushë, si drejtat e njerëzit, së individit e kështu me radhë. Ne si pjesë japim rëndësi shumë kësaj fushë, duke qenë se është bazament për çdo nismë tjetër, pas ndërtimit, pa drejtat e njerëzit, çka tjetër mund të funksionojë. Pika të shkurta, ideja që ndikimi i korrupsionit nuk është vetëm çështje sfidë institucionale, por gjithashtu është edhe ndikimi drejt për drejt në të drejtat e njerëzit, çështjes në drejtësi, shërbimeve të qytetarëve dhe gjithashtu ndikon edhe në besimin e qytetarëve të Kosovës, nëse kemi sfida të tilla.